Andon, të përshëndes, Andon, cila është agenda e Këshillit Bashkiak ditën e sotme, a ka nisur ajo dhe pse ju refuzua Erion Veliajt prania ditën e sotme në Këshill Bashkiak? Pritet nga momentin moment, filloi në Bashkinë e Tiranës mbledhja mujore e Këshillit Bashkiak, që kësaj radhe në rendin e ditës ka buxhetin e viti 2026, por edhe pikat tjera të rendit ditës të cilat kanë të bëjnë vetëm me buxhetin. Por, me sa duket për herë të parë në histori, projekt buxheti për Bashkinë e Tiranës për vitin 2026 nuk do të prezantohet nga një kryetar bashkie i mandatuar, por nga një kryetare e komanduar. Pavarësisht të vendimit gjykatës kushtetuese, e cila konfirmoi ndetyrë dhe anuloi shkarkimin e Erion Veliajt, sërish Erion Veliaj nuk do të ketë mundësinë të prezantojë projekt buxhetin në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Ishin 22 këshilltar të Partisë Socialiste, të cilët ju drejtuan me një shkresë prokurorisë posaçme antikorrupsion dhe drejtorisë së burgjeve për të lejuar Erion Veliajn, qoftë fizikisht, por edhe online, të prezantonte projekt buxhetin, por SPAK ditën e djeshme ka refuzuar këtë kërkesë, duke sjell një precedent të ri në Bashkinë e Tiranës. Pra, projekt buxheti nuk do të prezantohet nga një kryebashkiak i mandatuar, por nga një kryebashkiak e komanduar, Anuela Ristani. Megjithatë, duhet theksuar se vendimi i gjykatës kushtetuese anulonte shkarkimin e Veliajt, por jo zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Dhe duket se edhe brenda Këshillit Bashkiak, aty nga nisi procesi i shkarkimit të Erion Veliajt herën e parë, kësaj radhe duket se nuk po lëviz diçka, as nga socialistët, as nga demokratët. Pritet ditën e sotshme të shohim qëndrimet e tyre, pasi kjo është mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak pas vendimit gjykatës kushtetuese në datën 31 tetor, për shkak se është një mbledhje mujore, për të mësuar më shumë mbi fatin e Erion Veliajt si një kryebashkiak i Bashkisë së Tiranës, por që mund të drejtoj punën vetëm nga burgu i Durrësit dhe jo as në zyrën e tij, as në Këshillin Bashkiak. Pra, e theksoj edhe njerë, ka qenë një deklaratë e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në emisionin Real Story në ABC News pak ditë më parë, cili deklaroi se qeveria vet nuk do të iniciojë shkarkimin e Erion Veliajt, prirur kjo nga vendimi i gjykatës kushtetuese, por marrin parasysh se Bashkia e Tiranës tashmë prej 10 muajsh drejtohet nga një kryebashkiak i burgosur në burgun e Durrësit, ndërsa punët drejtohen nga një kryebashkiak e komanduar, Anuela Ristani. Po, Andon, falenderoj shumë për gjitha detajet, ndërkohë që sigurisht që do ta ndjekim